Shëndetje shikues të nderuar, jemi me emisionin Pyetje dhe Përgjigje me profesor Xhevat Emrallon, i cili është shkrimtar dhe komagjistër gjyqësisë, po ashtu jemi edhe me hoxhën e nderuar Imam Orbër Berisha. Pa humbur kohë, ja fillojmë me pyetjet. Përshëndetje profesor. Përshëndetje, faleminderit. Faleminderit që na ke ardhur në emision. Për mundësinë që më keni dhënë të trajtojmë raste, momentet të nevojshme. Po ja fillojmë me pyetjen e parë. Çfarë kuptojmë me fjalën këmbë dhe këmbëtare? Fjala këmbë, një përfundim, kështu një këmbë është bashkësi njerëzish, historikisht është zhvilluar që të diferencuar në një territor të caktuar, me gjumë, me adete, me zakonet i popullit, po edhe me ndjenja që kjo paraqet një veçanti për popujt të ndryshëm në botë. Faleminderit profesor për përgjigjen. Vazhdojmë me pyetjen e dytë. Ku nisin fillet e një shteti sipas historisë? Cilat janë kolonat e para që ndërtojnë një shtet, gjuha, territori, zakoni, besa apo udhëheqja? Dhe ku pozicionohen shqiptarët në këtë proces historik? Shteti është gjithashtu një përshkruajmë kufizimin e tij shtet, do të thotë një territori përkufizuar, në të cilin jetojnë popujt të ndryshëm, jo vetëm një popull. Dhe historikisht shteti është prej një familja, është qeliza e parë e shtetit. Qeliza e parë dhe shteti që përkufizohet gjeografikisht me kufi, tash pra shteti nuk është vetëm kuptim gjeografik, por me shtet kuptojmë edhe kuptim shpirtëror mund të jetë, edhe shpirtëror, mandej juridik, emocional, pra shteti me atribut i shenjtë, sepse shtetin të shenjtë e bojnë këto faktor, por me gjitha e bojnë gjaku i dirë për te, mbrojtje e ti, ndërtimi i ti për njerëzve, për i popullit e cilët jetojnë në brenda këtij shteti. Tash shteti përkufizohet pra një territor gjeografik, ku përkufizohet me kufit të caktuar. Tash rrjedh pyetja vetë ju se çka është kufiri? Çka kuptojmë me fjalën kufi të shtetit? Kufi është rrafsh i menduar, i cili përshkon në hapësirë, i cili përshkon sipërfaqen toksore, në realitet më së pari hapësinën ajrore, sipërfaqen toksore edhe thellësinë në të. Domethënë për kufizimi për shtet, për gjeografikisht për shtetin. Dhe kjo ka rregullat e veta për kufizimi, rregullat e veta se si mund të përkufizohet një shtet me kufi të pranueshëm botërisht, ndërkombëtarisht. Tash këtu mirën disa shembuj, disa faktor, po faktor gjeografik. Me të gjitha ky faktor gjeografik nuk mund të jetë i hartat, për harta e përkufizimit. Hartat nuk mund të jenë besnike. Kryesisht sepse gjatë zhvillimit historik të shoqërisë njerëzore, tash shtetet shpeshherë janë pushtue, janë ndryshu kufit, por si
faktor kryesor mirën për shembull populli i atij vendi, mandej vendet, toponimet në të gjitha ato toponime, maljet, fushat, lumejt e tjerë. Kështu shteti përkufizohet. Dhe kjo kryesisht përkufizohet nga njerëz ekspert të shënimit të kufinit. Kjo është shteti. Faleminderit profesor për përgjigjen. Vazhdojna me pyetjen e tretë. Pse në disa periudha të historisë shqiptare është tentuar të mohohet besimi fetar? Çfarë na mëson bashkëtesa shqiptare me rreth marrëdhënies midis kombit dhe fesë? Kjo pyetje është për ty. Faleminderit që na dha fjalën. Është kënaqësi që të bëjmë një bashkëbisedim ku të trajtojmë tema të cilat janë më aktuale çdo herë në mesin tonë, ku shumë qytetarët kanë paqartësi, domethënë nuk i njohin etimologjitë e fjalës, nganjëherë kanë mungesë të varfër edhe në lexim, edhe në thellim në lexim, po ashtu edhe në analizë dhe shpeshherë nuk e kuptojnë nocionin bazë ose fjalën morfemën që vjen për morfologjisë, që është shkenca e fjalës. Pra ti duhet ta kuptosh shkencën e fjalës që të arrish tek konstatimi. Kumbi dhe besimi. Normalisht, siç e shpjegoi edhe profesori Xhevat, çështjen e kuptimit të kumbit, shtrirjes shtetit, po ashtu fillet e shtetit e kështu me radhë. Çështja kombëtare dhe çështja e besimit janë dy gjëra që nuk mund të ndahen nga njëra tjetra. Për shembull, marrim shembull Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ata kur presidenti i atij shteti, domethënë e merr mandatin, ai do të shkojë një preft, edhe do i bjen Biblen. Shikoni, është në CNN, e keni incizimet tash Donald Trumpi kur u bë president, ja kanë pru Biblen, e keni në YouTube mundi me pa, se këto speqes për veti ka po krejt bota, domethënë, edhe ka morë Biblen, edhe ka vendos dorën në Bibël, dhe është betuar që do ta kryej punën e presidentit me ndershmëri për popullin e tij. Biles ka pas, është edhe një rast tjetër për të treguar lirinë e feve. Ai ka ftuar në një, domethënë në një tubim, ku ka qenë vetë me bashkëshortën e tij, i ka ftuar në tubim një hoxh, një preft, një pastor, dhe gjitha besimet i ka thirrë shtëpinë e besimeve, dhe secili ka bo ato lutjet e vetja për bekimet që mi dhanë për presidentit Shtetit të Bashkuara të Amerikës. Unë normalisht ne i takojmë besimit islam, dhe aty po ata rastin me pa, keni edhe në CNN, është një televizion i fuqishëm, e keni edhe në YouTube, ku është imam recite the Quran in the front of President Donald Trump, e shkruani atë në YouTube, dhe ja u qet për shembull imami që shkaknu Kur'an para presidentit Trump, edhe ai duke ndëgjuar me gjithë bashkëshortën e tij me shumë vëmendje, duke ndëgjuar ato lutjet e Kuranit, domethënë botërisht. Tash shtrohet pyetja. Po ne sa i respektojmë besimet si popull, si kom shqiptar? Am kupton ajo, sepse po shihet kohëve të fundit profesor që kanë dalë disa lëvizje të vogla kështu, që thonë që ne nuk e njohim besimin, nuk e njohim këto, nuk njohim ato, po realisht po del se është tjetër çka që po fshehet mbrapa tyre. Dhe tash të çështja e kombit dhe besimit. Merrin të gjitha figurat e njohura. Marrim shembull rilindjen kombëtare shqiptare, popullit tonë. Për shembull Hasan Tahsini ka qenë i pari që ka dhënë mendimin që mos të shkruhet me alfabetin osman dhe persian, po të shkruhet me alfabetin shqip, të përpilohet një alfabet i veçantë,
është pi të parëve llogarit që ne sot e flasim këtë gjuhën shqipe. Pra ka qenë Hasan Tahsini që ka dhënë propozimin dhe ka dhënë projektin. Domethënë që ne sot flasim shqip. Heni hulumtoni dokumenta. Si vlerë kombëtare. Si vlerë kombëtare. Sepse te kombi hen gjuha. Po sigurisht. Pa gjuhë nuk ka komb. Faktor. Dhe është faktor kryesor. Dhe pastaj përpilosja betares si Hafiz Ali Korç apo edhe Ibrahim Dalliu. Këta dytë dietar, hafizat e Kuranit, shkencëtar, njerëz adhetar të mëdhej, të cilët pra përpilun abetaren që abetaren shqip pra, që na sot e mësojmë gjuhën shqipe. Përveç asaj, Gjesh Fishta, Ndre Mjeda, edhe këta të besimit pra krishterë, edhe këta dhanë kontribut në kongresin e manastirit 1908. Përpilimin e tyne, e keni pra aty kanë marrë pjesë edhe hoxhallar në këtë kongres, kanë marrë pjesë edhe priftrejnë, dhe të gjithë pra kanë qenë fetarë të cilët kanë dhënë kontributin e tyre që pra të kemi kombin tonë dhe të flasim gjuhën tonë shqipe. Sigurisht, për çështjen kombëtare nuk muj me lënë pa përmend edhe në aspektin e armatimit, sepse edhe kjo është pjesë e kontributit për kombin shqiptar. Mulla Haxhi Zeka, themeluesi i lidhjes PES 1899, ka shit nga pasuritë e tina për të armatos lidhjen shqiptare të Prizrenit, edhe të PES. Pra ka dhënë para nga fondi i familjes tij, farefisit tij, ka ndo shumë të caktuara nga pasuria e tij që të armatoset, të formohet ushtria shqiptare, pra kundër okupatorit, pushtuesit, qoftë ai slav ose qoftë ai osman ose turk, domethënë ai ka dhënë kontribut. Mulla Myderis Hoxh ka qenë pra imam. Tash këta që po thonë që hoxhallarët s'kanë bërë kur gjo ose preftrent ose këta, le të ma japin një përgjigje se pe e kërkoj për tyre, ku e morrin këtë guxim këta që të flasin kështu. Duke ditur që historia po na tregon me dokumenta, si shtort një historian i njohur Leopold von Ranke, thotë pa dokumenta s'ka histori. E ne dokument të gjallë e kemi Mulla Haxhi Zeken, dokument të gjallë e kemi Ymer Prizrenin, dokument të gjallë e kemi Zyber Hallullin, që nuk mund të ri pa e përmend këtë burr. Zyber Hallulli, nëse doni me ditë, është quajtur babai i jetimëve. Ai ku ka pas jetim dhe të varfër, ai ju ka dhënë strej, ju ka ndihmu, i ka shkollu, i ka arsimu. Ka qenë kryetari i komunës kryeqytetit shqiptar Tiranë, i pari kryetar, domethënë i komunës. Ai ka ndërtu dhe strehen vërfnore, me gjithë rilindasit edhe, domethënë burrat e lartë asaj kohe, që e kanë themelu këtë strehë vërfnore. Pra kontribus edhe në bamirësi, edhe në kombëtari, edhe për ata të përkrahun që fëmijët kanë qenë fëmijë të shqiptarëve që janë mbet jetim rrugëve. Ai ka ndërtu dhe akoma është ajo shkollë në Tiranë, vazhdon që e din ata që jetojnë atje, vazhdon pra të funksionon edhe të marrë përkrahje që jap edhe bursa studentëve, nxënësve e kështu me radhë. Dhe ky pra ka qenë imam hoxh, shqiptar i madh ka qenë ky. Dhe kështu kombi dhe feja janë dy gjëra të pandara bashk, sepse njeriu pa besim e humbet edhe atdheun, por edhe njeriu pa atdhe e humbet edhe besimin, sepse njeriu duhet ta di kënd ku e ka vendlindjen e tij. Kështu na mësoi edhe Muhamedi alayhis salam. Ai çojti kur e largun nga Meka vendlindja e tij dhe kur u kthy pej Medinës e mori tokën, dheun falni, e mori dheun e tokës dhe e puthin shenjë respekti, ju adhurimi, po shenjë respekti për vendlindjen e tij, pra donte vendlindjen e tij. Urdhër e Zotit. Ashtu urdhën pra i krijuesit. Prandaj ne duhet kemi shumë kujdes mos të flasim pa argumente,
sepse bëhemi demagog, ose ka hym në kupolën e njerëzve të paditur. Si shpirt vogël. Po. Njerëzve të paditur. Faleminderit. Faleminderit është për përgjigjen. Unë kisha me plotësu këtu, lidhur me kontributin e hoxhallarëve. Unë nuk jem hoxh, por më ka interesuar me vërteta. Dhe tash këto ditë po hetohet dikush edhe po i fyn. Është fymi se nuk janë kombëtar, nuk janë kush është musliman do të nuk është shqiptar, nuk është kombëtar, nuk është. Këto janë sa insinuante pa kuptim ta. Për meni hoxha, ato hoxhallarët e lindjes e tjerë. Mirë, po kemi për shembull edhe në luftën e dytë botërore. Hoxhallarët që janë angazhuar direkt në luftimet të dashura. Për shembull në Gilan e kemi Hoxh Mullaj Idris Gjilanin. Po edhe në luftën e fundit e kemi hoxhën Janos Zeynullahun, që është i Katund Afrovitis. Për te është shkru, është thonë, është interpretuar në mjetet e informimit si misëkulli i dytë. Prandaj është e pa kuptim dhe është fyrje që hoxhallarët në këtë mënyrë të trajtohen. Kështu. Faleminderit, profesor. Vazhdoj me pyetjen e katërt. Si e trajton Islami dashurinë për atë dheun? A është detyrim fetar që besimtari ta duaj vendin ku ka lindur dhe si qëndron tradita shqiptare në këtë raport? Po. Patjetër, pejgamberi Muhammed alayhi salatu wasalam thot hibbetul watan min al-islam. Dashuria ndaj atë dheut, ndaj vatanit është pjesë e Islamit. Nuk mundesh me kon atë dhetar i mirë nëse nuk je besimtar i mirë. Pra, kjo është kusht bazë. Pejgamberi Muhammed alayhi salam kur e çoi Muadh ibn Xhebelin në Yemen, i tha: "O Muadh, të dua shumë, shko mësoja besimin njerëzve, mirë po respektoja traditat e tyre kombëtare." Sepse ata kishin tradita tjera. Për shembull, Jemeni është i shqumë për kafe, për ato traditat e veta, sikur shqiptarët që ka ato traditat tabiatet e veta. Pra tha, respektoja traditat, mësoja besimin. Pra, e kjo është shumë e rëndësishme tek ne si popull, që t'i nderojmë traditat tona, t'i nderojmë një udhëheqësit tanë, t'i respektojmë ata që kanë dhënë kontribut për shtetin që foli profesori për shtetin dhe rëndësinë që ka shteti, siç e thot dhe profesori nderuar, shteti është vakëf, është prënë e shenjtë. Nuk guxon njeriu të marrë asgjë nga shteti sepse ajo të shiton. Shiton, pra, siç thoshte Fishta, shitoft zana. Pra, kjo është shumë e rëndësishme çështja. Pastaj Zoti thot ju krijova juve në Kur'an dhe ju ndava thot në kombe, fise, që të njiheni mes veti. Që të duheni. Dhe të duheni. Pastaj ka shumë ajete kuranore që flasin mbi dashurinë, që flasin mbi lidhjet dhe raportet ndërnjerëzore. Thot mos fyni, mos shani. Ja sa bukur thot Zoti edhe në Kur'an, thot mos ja u shani idhujt atyre. Kanë ata idhujt e vet. Dhe nëse ti ja ushan atyre thot idhujt, mos ja ushani atyre idhujt se mujnë me ja usha juve krijuesin. E tani thot, ndekum dinukum waliyad din. Ata kanë besimin e vet, ne kemi besimin tonë. Dhe ne duhet të duhemi mes veti, sepse në fund të ditës të gjithë jemi krijesat e Zotit. Të kemi sa më shumë dashuri ndaj njëri tjetrit. Duke dashur njëri tjetrin, nuk do të kemi kohë ta urrejmë njëri tjetrin. Edhe mua më ka interesu të di se si e trajton çështën kombëtare feja Islami për shembull. Unë nuk jem hoqë, por që më ka interesu për shembull të di farzin, urdhën e prirë kur kifajit. Urdhën e dhënë për Zotit për njerin që për atë dhej do të vdekur në mbrojtjet e tij, në ndërtimin e tij dhe në anëmikut mos t'i kthehet shpina në front. E tash ose kam lexuar dhe thonjën e Hafiz Ali Korçës. Shikoni këta njerëz se si po vjen, ka kuptimin për njerëzit që nuk janë besimtarë. Janë besimtarë. Po. E tash, nuk ka fe a do a dheje.
Jo, thot, veni gishtin kokë, me ndoni pak, feja dhe janë bina. Dhe me thonë, nëse keti dy fëmi bine, cilën e do më shumë ti? Të dhe ti do barabar. Feja dhe shkojnë bine. Këta është urdhën i krijuesit. E ta prandaj nuk do të nënçmuhet vlera e hoxhallarëve. Mirë, po kemi në kohë të fundit që i kritikojnë, jo, hoxhallarët kanë penguar arsimimin e popullit të femrës sidomos. E shiqoni, unë kam lexuar librin, kam dëgjuar edhe para librit të Ibrahim Kadriut, Misioni Rus. Por kam dëgjuar, domthon para librit, kam dëgjuar prej babës së kur më ka thënë se në xhamien e madhe në Prishtinë, po edhe në xhamin në Prizren, si quhet xhamia në Prizren, kjo e madhe. Sinan Pash. Kam lexuar te Ibrahim Kadriu se aty ka qenë rus me mision posaçëm për me e shkatërru popullin tonë baza të arsimimit. Analitet, urdhën i parë është i Zotit, lexo, mëso, edhe kërkoje dijen deri në kin. Po. Ose thot nga djepi deri në varr. Përse prej djepi. Këto janë parime, urdhnat krijuesit. E tash në bazë këtyre që nuk i di njerëzit të si tha hoxha, njerëz pa interesuar për dije. Pa interesuar për vlerën e njeriut si qenie më e bekuar i Zotit në tokë. Dhe tash nuk e din e krahason për shembull me parimet e ligjeve të Charles Darwinit, teorisë tij. Ajo është një mangësi e madhe për njeriu. Po. Faleminderit, vazhdojmë me pyetjen e 5. Për jetën e hoxhës. Po, çfarë na mëson figura e hoxh e Idris Xhilanit për bashkimin kombëtar, edhe a është ai shembull i harmonisë mes identitetit fetar dhe atij kombëtar? Te kush? Pyetja është për ty. Shqof, për Mulla Idrisin kam dëgjuar se unë qasoj jam, edhe ai për shembull gjatë luftës dytë botërore ka bën një revolucion, s'po them, për një angazhim të madh për popull, do më thonë, ai ka qenë udhëhes i një garnizoni, i një ushtrie, të cilën i kanë, do më thonë, për ta mbrojt Gjilanin prej masakrave të organizatave panslaviste, edhe ka qenë luftë e rrep në Gjilan, do më thonë në udhëheqjen e Mulla Idrisit. Tash për jetën e tij, se si mëse ne i ka shpëtuar nga aty, por është vendos në një familje, sheftas, në një familje atje dikun ka Kamenica, dhe aty ai ka qëndru me një bodrum për disa kohë, për disa nuk e di për sa vite kryesisht, veç mëndej është hetu aty. E si është hetu, se ai pas ka mbajt mësim besimin me fëmijët e asaj shtëpie. E tash kur kanë shku fëmijët në shkollë në klasë të parë, mësuesi ju ka qita betarën, kështu do të mësu shkrimin, jo, thot në di me shkru dhe kështu. Shumë pas kanë mësu me shkru edhe arabisht. Po ku e keni mësu këtë, po te qështu e kemi thot në një hoxha, edhe tash hetohet hoxha, vjen ozna e marrin edhe po shkatojnë. Aty dhe më thonë, nuk ka qëndrua i këtë, por i kam së mirë, por që si hoxh që ka pas qëndrim për kombëtarën. Si qëta hoxha, këto jenë mësimet fetare islame, urdhrojnë me urdhna të prim me farze, që për atë dhe do të vdekër për popull, për të në parimet e islamit si fe. Faleminderit profesor për përgjigjen. Vazhdojna me pyetjen e 6. Si ka ruajtur populli shqiptar gjatë historisë vlerat e familjes, besës dhe nderit, dhe si sheh Islami këto vlera që përputhen me moralin fetar? Kjo pyetje është për ty. Edhe për mua dhe kjo pyetje? Po.
si ka rrit vlerat populli ynë. Është shumë një qka e veçantë e populli ynë, sepse prej shekullit 7 ne jemi të pushtuar si popull. Ka pas projekte shtetërore, për shembull prej panslavizmit, se kufiri i shqiptarëve, kufiri i lirë ka qenë për Danub. Beogradi atë kohë pas ka pas emrin Singidium. Zagrebi Cibona, Ljubljana e Mona, Nishi, Najse, Shkupi, Skupe e tjera, deri do më thamë. Mirë, po me ardhën e tyre, ta kanë orë aty, i kanë bo një pushtim bi popullin tonë, aty i kanë popullin i ka përjetu 2 krizat të mëdha, kriza natyrore, fatkeqësi natyrore, ndridhja e tokës, po edhe pandemia. Prandaj, slavët kanë orë në Ballkan pa ndonjë rezistencë. Dhe tash, populli ynë, përveç aty, erë tash edhe Turqia, Perëndëria Osmane, 1389, edhe ajo pushtoi, po tash, gjithashtu popullin tonë e kanë gjetë në këtë kushte, në këtë nivel, edhe arsimim edhe. Po si ka rujt traditën, të na rolin kryesor ka lujt Oda shqiptare. Aty njerëzit e ditën kontribu, lidhur me traditën tonë, lidhur me vlerat e tona kombëtare. Aty do më thonë është kalit ndjenja kombëtare, aty është kalit edhe ndjenja e respektit, e nderimit, e kështu është rujt qenja jonë, sepse në Ballkan shumë popull kanë qenë, shumë gjuhë jenë fol, e jenë zhduk, po është interesant populli jonë gjithë këtë presion që e ka pas shtetëror prej pushtuzve, po përsëri kemi mbijetu, kemi qëndru, pa ndryshuar asnjëherë. E kanë mbjell të ne fetaren, kush ka për shembull slavët e kanë bërë, se deri 1845, kur është bërë regjistrimi i popullatës në Kosovë nuk ka qenë asnjë emër shqiptar, asnjë emër musliman, kanë qenë krejt me emra pravoslav. Po edhe fejnë kemi pas pravoslav. Megjithatë, gjuha si faktor i rëndësishëm, si faktor i fuqishëm, individualitetit, po edhe i kolektivitetit, dhe na ka mundësu që ne të qëndrojmë përsëri si kombë, po mëndej populli ka marrë, një pjesë ka marrë fejen islame, një pjesë fejen krishtere katolike, një pjesë tjetër ortodokse e tjera. Por megjithatë, si popull kemi qëndru i veçantë në botë. Nuk kanë mujtë kërkush me kombëtarën me e zbehten e si popull. Faleminderit profesor për përgjigjen. Mirëpritja është dalluesi i shqiptarëve ndër shekuj. Nga ona historike dhe festare si u formsua ky vërtet dhe pse mbetet identitet kombëtar edhe sot. Hoq kjo pyetje për ty. Mikpritja gjithmonë ka qenë tek ne si popull, kemi qenë të shquar për mikpritje. Evlia Çelebiu është një udhëpërshkrues i cili ka udhëtuar edhe në trujet shqiptare, po në Ballkan, po edhe në shumë vende tjera, dhe në ato udhëtimet e tij përshkruan se kishte ardhur në një, kur vjen pranë këtë pjesën e vilajetit Kosovës, në këtë pjesën ku shtrihen pra zonat e kësaj treve Iliro-Dardane, tregon se e kanë pritur shumë mirë, do të thonë i kanë bërë konak, i kanë shtruar shqim të ngrohtë, e kanë pritur, do të thonë në mënyrën më të mirë, po ashtu tregon se ishte një popull që runte nderin, runte familjen, kishte traditën shumë të mirë, dhe thot se traditat e tyre përkonin edhe me fenë islame, do të thonë sepse edhe Islami kishte nga koha Muhamedit alayhis salam kanë qenë një popull ahlus siffe, do të thonë që ata kanë qenë mikpritës
edhe kur I ka ardhur musafiri, ja ka qitë ushqimin më të mirë. Edhe të na si popull shqiptar ende vazhdon ajo traditë, inshallah nuk humbet, po lutemi, që ne kur të vjen musafiri duhet mja si thomë të na mja prej knusin më të mirë, ose deden më të mirë të kopes, ose ashtu. Kjo mikpritje ka qenë tek në Kur'an përmendet tek Ibrahimi a.s. ku I vinë me lajqet si sprov për e provojnë se si pe e pret musafirin, dhe ai I pret në formën më të mirë, pastaj I treguohet se kanë qenë me lajke me të sprovu që a do ndash nga pasëria jote ti nderosh musafirin. Pastaj Muhamedi a.s. thot kush ka besu Zotin dhe ditën e gjykimit, le ta nderoj kanë musafirin. Dhe këto janë domethënë gjëra të ndërlidhura mes njëra tjetrës, përveç atyre ne I kemi edhe nga gjyshrit tanë, mbaj mend nga gjyshi im, dies pas qofti xhenetit, që kur vjen të një musafir ai e qitën ballë të xhakut edhe I servirte ushqimin më të mirë. Edhe qëndron tek karshime të përballë, domethënë dhe nderonte dhe nuk I jepte muhabet, e nderonte dhe I jepte respektin më të mirë. Mirë, po ishte edhe një gjë tjetër që e shoqëronte deri në kthimin e tij se mos dikush do ta kidnapoj rrugës, ose domethënë e siguronte musafir, do kujdeste për mbarvajtjen e tij, pra ishte në besën e tij. Dhe kjo ishte shumë e rëndësishme. Mirë, po ndu ndalem te një element shumë interesant që përmendi profesori, se isha duke ndëgjuar me shumë vëmendje vitin 1389. Ne kemi edhe një vit tjetër 1385, një betejë e madhe ndodh mes balshve të Shkodrës dhe muzakajve dhe topijajve të jugut të Shqipërisë. Një konfrontim luftarak ndodh mes tyre dhe në Lushnjë aty diku në Savër, dhe pikërisht në atë vit ata bojnë aleanca me panslavistët e malit pjesës Cernegorës dhe pjesës lartë, dhe vini I pushtu tokat në bashkëpunim me slavët, tokat e Myzeqes, jugut të Shqipërisë, që Enver Hoxha I quante hambari I Shqipërisë. Dhe aty kur vinë ata 1385, po flas, ka edhe dokument historik për këtë pjesë, kur vinë ata e shohin se këta ishin shumë të fortë, se kishin bërë aleancë edhe me slavët dhe familjen e Dushaniqve. Dhe këta çfarë bojnë? Thrasin Osmanet. Muzakajt dhe topijat thrasin superfuqinë botërore të asaj kohe, sepse perandoria osmane e viteve 1385 ishte sikur NATO-ja sot që erdhi shliroi Kosovën. Dhe në këtë rast ata I thrasin Osmanet. Osmanet vinë dhe I shpordhin ata. Edhe fitojnë Osmanet në bashkëpunim me muzakajt. Çfarë bojnë ata? Bojnë pastaj Jakub Beun edhe Ballaban Pashën shqiptar, I bojnë udhëhecit kryesorë të vendit. Pra, sepse aleancat kanë ekzistuar edhe në të kaluarën, edhe sot ekzistojnë. Për shembull, NATO është aleancë. North Atlantic Treaty. Domethënë, kjo është një marrëveshje mes shteteve. Por kryesori, udhëheci I saj janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Anglinë dhe shtetet e fuqishme që janë sot. Prandaj edhe atëherë ata bënin aleanca dhe ata u rreshtuan me boshtin e fuqishëm, sepse ata kishin ushtar më shumë, kishin barot më shumë, kuaj më shumë, edhe shumë gjëra të tjera. Na nuk mund flasim me entuziazëm. Historia është një shkencë e ftoftë. Historia është një shkencë që flet me dokumenta. Ne kemi qef me fol me panegjerike, me hiperbola, me zmadhime dhe me mite. Mirë, po në fund dokumentat historike flasin profesor, apo ja? Sigurisht. Jo, kur sa për mikpritin, si vlerë shqiptar, nuk kanë shqiptar vetëm ai që din me fol shqip. Po shqiptarin e shquajnë edhe disa vlerë tjera, shqiptar mikpritja, besa, respekti, nderimi, bugëdhënia, I ataku, këto janë vlera që të popujt tjerë nuk I hasin. Prandaj to vlera na kanë rujt neve. E tash miqësia thot një shprehje kështu fetare, thot ka zbrit, thot Zoti ku më zbritë njerëzit miqësinë mas të mirës.
se miqësia është një forcë e lidhjes mes njerëzve. Forcë e madhe që do të pas kujdes që kemi respekt, po edhe tolerancë, se miqësia qenë ka e shajtë. E të shqiptarët mas shumë t'i kje respektohet. Është si vlerë shpirtërore, si vlerë kombëtare. Mirë. Faleminderit keq të gjitha për pyetjet sot. Faleminderit që na ka ardhur në emision. Faleminderit edhe ty për përgjigjet. Ju falenderoj gjithëve të shkuesve që na keni dëgjuar dhe ju uroj një ditë të mbarë.